Ulja e kuotave për master me 40% është thjesht përjashtim me dhunë e 40% të studentëve që kanë mbaruar nivelin e parë nga e drejta e tyre themelore për arsimin e lartë. Ky vendim i Ramës është në dëm të interesave të mira studentëve dhe familjeve të tyre, por është dhe një vendim që favorizon klientelën e tij, pasi këta tri do të jenë detyruar të hyjnë në borxhe financiare për të plotësuar shkollimin e tyre pikërisht tek privatët e Ramës. Ministria e Arsimit gënjeu publikisht 2 ditë më parë. Gënjeu sepse tarifat për studentët janë rritur me rreth 40%. Kotat për studentët për nivelin master janë ulur po ashtu me 40%. Kjo është e vërteta lakuriqe. Por studentët nuk do ta lejojnë të keqen dhe ne, qytetarët e vendit, do të jemi në protestë bashkë me ta për kauzën e tyre të drejtë.